Përshëndetje miqit të Gazetës së Lajmit dhe Lajm TV-s. Ja ku jemi sërish me emisionin e radhës, ku të ftuar kësaj radhe e kemi kreun e Aleancës Shqiptare, zotin Arben Taravari. Zoti Taravari, mirë se erdhët. Mirë se u gjetëm, faleminderit për ftesën. Kënaqësia është e jona. Zoti Taravari, tani mo ka filluar fushata. Jemi diku në gjysmën asaj pjesës zyrtare të fushatës zgjedhore. Cilat janë vlerësimet apo përshtypjet tuaja për rrjedhën e deri tanishme të fushatës, sepse kam përshtypjen kështu është edhe pak a shumë konstatimi i qarqeve gazetareske këtu se herët filloi dhe tension ka, gjë që është për fushatët është e zakonshme, mirë po kam përshtypjen unë dhe ato qarqe që i frekuentoj gati se çdo ditë se tensioni është ngrit më lart se zakonisht krahasuar me ciklet e kaluara zgjedhore. Realisht fushata ose para fushata ka filluar për ne para 3-4 muajsh. Tashmë jemi në atë pjesën zyrtare të fushatës, tamam e thadju në gjysmën diku ditë fushatës, na ka mbetë edhe 10 ditë deri në ditën e votimeve. Realisht unë shoh në shumicën e vendeve gati se nuk ka as pak tension, është komplet e relaksuar. Domethënë nuk ka një garë temë reale, prej tash dihet 7-8 komuna fituesi, prej tashmë është temë kështu i përcaktuar. Spaku kjo është përshtypja ime, përveç në 2-3 komuna mund të thuhet se ka tensione pak më shumë, sidomos në Çajër dhe në Tetov. Këtu shoh për shembull në Likofën nuk shoh se ka tensione realisht. Për shembull në Saraj është garë e mirë, e fuqishme ndërmjet 2 kandidatëve të mirë, po përsëri unë jam shumë optimist se Vleranti dominon edhe anketat kështu tregojnë. Gostivar nuk ka një frymë se janë 2 kundër kandidatë që së bashku nuk bëjnë as sa 1/3 që e merr kandidati. Jo vrapçish gjithashtu kundër kandidatin e duhet vetëm për cenzus, jo që ka një garë. Bogovin te Arç duket garë korekte ndërmjet 2 kandidatëve dhe besoj se në Diber gjithashtu është garë shumë korekte edhe në Struk nuk shoh diçka tensionuar, them përveç në Tetov dhe në Çajër ku vleni komplet arsenalin që e kanë koncentruar në këto 2 komuna, në komuna tjera nuk shoh ofendime, fyerje ose them kështu mos ketë diçka që nuk është fair dhe demokratike. Normalisht, vokabularin që e përdorim në nivel lokal, kandidatët i kanë programet e tyre, i kanë propozimet për projekte të cilat i kanë, dhe debati kryesor është ky. Në nivel republikan, them në nivel kështu qendror, normalisht çdo herë në zgjedhje lokale, edhe pse janë zgjedhje administrative lokale, përsëri përdoret edhe gjuhat teme politikave të pozitës dhe opozitës, që është normale dhe kjo ndodhet edhe në kampin politik Maqedonas, në qoftë se i ndjekni, kandidatët për kryetar komunash i shpalosin programet e tyre, kurse kryetarët e partive e tregojnë vizionin, idenë e tyre dhe si e parashovim në të ardhmen, si do rrjedhin temë kështu zhvillimet politike. Këtë tensionin e lartë retorikën e cila filloi fatkeqësisht në disa paraqitje të Ali Ahmetit kishte edhe ofendime të rënda si krahasime me Zagar apo diçka tjetër. Aty e kisha më shumë këtë idenë. Keni patur marrëdhënie me gjatë mandatit tuaj si ministër, keni patur marrëdhënie me Gjokën, u përflet shumë emri i tij lidhur me projektin për garazhin Shumkaçe. Mbani akoma raporte me të? Me cilin? Me Gjokën. As pak asnjëherë s'kam pas raporte, jo një herë. Asnjëherë nuk kam pas raporte, as që e kam takuar, as që e njoh Gjokën. Unë thash Maqedonia është shtet i vogël. Shqipëria dhe Maqedonia dhe Kosova kanë shërbime, kanë institucione. Sikur të kisha raporte me Gjokën, do isha në pushtet. Nuk shkesha në opozit. Unë vendosa që të largohem prej koltukut të ministrit dhe të shkoj në opozit. Sikur të kishte një gjë të vërtet në këtë, tash do ishte bëhe madhe. Kështu që unë i kam thirrë publikisht, po ja edhe këtë rast e shfrytëzoj që të gjithë institucionet që kanë një dëshmi më të vogël, atëre kanë kokën time politike, dhe më thonë munden komplet të më largon, po edhe të japë përgjegjësinë nëse ka një gjë të tillë. Unë ju garantoj se për vete asetin kryesor personale kam pas që asnjëherë s'jam varë prej askujt.
Aleanca për Shqiptarët ka qenë faktori determinues kush i fiton zgjedhjet. Imagjinoni para një vjeç, edhe atëherë më thyshin plot afera se do dalin, nuk e di çfarë, po më ka ble Mickovski, kam qenë me vetur në... Realisht e keni pas marrëdhënie të mira me Mickovski. Po kom pas, po një vjetët e fundit prej kur hyrëm qeveri me LSDM-n, me Mickovskin as pas Tani kemi nuk pas i keni? raporte. Nuk kontaktoni? Jo, kontaktojmë, përsëri komunikojmë, me Porosi kemi komunikuar, që është normale edhe të ketë komunikim, nuk them se s'ka. Natyrisht. Po unë mund të them se e njoh Mickovskin më shumë se çdo politikan tjetër, shqiptar flas. Se kemi pas bashkëpunim prej 2007 pjetën, po pavarësisht kësaj, të kthehemi në temën kryesore. 2024 tash Aleanca për Shqiptarët determinoi kush i fiton zgjedhjet. Ju kujtohet Leni në gjitha anketat delte 4, 5, 6 deputet 2024. Bashkangjitja e Aleancës për Shqiptarët e bëni Lenin që të jetë në zgjedhjet prezidenciale kur dola unë 83.000 dhe në zgjedhjet parlamentare 107.000. Domethënë Aleanca për Shqiptarët e determinoi fituesin. Edhe këto zgjedhje përsëri Aleanca për Shqiptarët është ajo e cila do ta determinon fituesin definitiv në këto zgjedhje dhe këtu nuk do ketë fitues që do jetë përafërsisht pak vota, do jetë me një diferencë, unë e them me plot përgjegjësi, pritshmëria s'pakund në bazë të gjitha anketave 2-1. Dhe kur një njeri është determinues se nga shkon ai fiton, atëherë Me normalisht këtë logjike keni braktis Vlenin, keni dalë në AKI? Jo, e kam braktis Vlenin se aty ishim total të desinkronizuar, edhe sot e kësaj dite se plot shok e miq shkom brenda, që më informojnë për ditëshmërisë dhe e di si funksionojnë, a edhe kur isha unë, disha si funksionojnë, plus pafuqia politike apo impotenca politike ishte e turpshme. Dikush, për shembull në Tetov, mund të duron 2 herë të vijë, dikush edhe ta largohej prej mikrofonit, unë s'e bëj atë. Unë njerë kur e dëgjova i kap për vesh i shqiptarët, isha aty mbas kryeministrit, prej atij momenti kam thënë unë s'kam çfarë kërkoj këtu. Nuk e keni denoncuar këtë rast? Cilën? Këtë për cilin po flisin? Si ta denoncoj? Unë isha aty mbas pres konferencë, kjo është tikundi 17-18 mars, që jam prek, bile 2-3 shok të afërt, njëri është deputet, tjetri një ish drejtor, ma kanë thënë videon kur e kemi pa, e kemi bërit komplet lëvizjet, them kështu body language, çfarë reagimi. Edhe për vete ajo ka qenë një trigger i hatashëm që ta shohim si trajtohemi aty, a plus marrëveshjen që e kishim me VMRO-DPMN kishte 4 pika. Një ishte Bashkimi Evropian. Ja, parashtroj pyetje parashqyrtuesve, deri ku jemi edhe kush e përmend përveç opozitës shqiptare Bashkimin Evropian. Askush, ajo temë është inekzistente. A keni dëgju Vleni në ndonjë tubim dikund përmende për Bashkimin Evropian? As pak, atë kanë temë që nuk bisedohet. Paraprakisht, para një viti, kur u bë qeveria, flas vitin e kaluar në mbas 2-3 muajsh mbas u bë qeveria, shtator, tetor, edhe unë, edhe Bilali, edhe Izeti, edhe të gjithë kemi dalë dhe kemi thënë publikisht për 6 muaj, ne i fillojmë negociatat me Bashkimin Evropian. Sot janë bërë 1 vjet e gjysmë dhe ne askundi nuk jemi me negociatat me Bashkimin Evropian dhe në bazë të gjithë ekspertëve që flasin, na thonë se jeni shumë larg. Po edhe me përfaqësues të faktorit ndërkombëtar janë të zhgënjym se Maqedonia largohet prej rrugës europiane. Mos flas për rezolutën e Bashkimit Evropian, se këtë nuk e të mund tash, rezolutë zyrtare që kur s'ka pas, që thotë se bota sërbe ka depërtuar thellë në institucionet shtetërore institucionet qeverisë, qeveritare. Kështu që këto janë fakte që janë brengose. Pika e dytë e marrëveshjes tonë ishte zhvillimi ekonomik. Më thoni një investim për 1 vjet e gjysmë. Nuk janë bërë shumë investime, vërtet Maqedoni, po disa janë bërë. Më thoni një investim prej Likove deri në Struk, Dollnen ose ndonjërin prej komunave ku janë dominante shqiptare. Ku dominojnë shqiptarët, nuk ka një investim. Morëm një kredi prej Hungarie, 1 miliard euro. 250 milion euro u ndajtëm për komunat shqiptare. Jo, për komunat shqiptare, po. 250 milion për kompanit private. 200 kompani private që të ndihmohen, të subvencionohen me një interes të vogël, me një kamat të vogël. Asnjë kompani shqiptare, asnjë kompani. Shkoni në cilin do qoftë institucion shtetëror, ku do qoftë,
Ja, ju qarkulloni mes Kumanovës e Shkupit, shkoni me një institucion edhe shqiptarët, kush do qoftë pyetni, a jeni ma mirë tash, apo keni qenë para 5 vjetësh, mos e krahasojmë para 1 viti, 2 vite, se atër ishte anarki gjatë qeverisjes së BDI-s me LSDM, ishte anarki totale. Po pyetni para 5 vjeç, 6 vjeç keni qenë ma mirë ose tash. Shifni decentralizimin. A thamne pika e 4 e marrëveshjes me VMRO-DPMN ishte decentralizimi fiskal. Tash po përgatitet ligji i ri për vetëqeverisje lokale ku më shumë centralizohemi, jo që decentralizohemi. A e dini kush e ka pushtetin? Ai që e kontrollon buxhetin. Praktikisht Maqedonia mbahet shteti centralizuar për të kontrolluar gjitha gjërat në varën prej qeverisë, prej ministrive. Komuna është bërë si një bashkësi lokale me kushtetutën e vitit. Kjo gjendje se i përket komunave dhe ndarjes territoriale atëhershme që ishte pjesë e ligjit për decentralizim, ndodhin vitet shumë më përpas. 2005. Shifni, ne kemi edhe rastin e Kumanovës. Në 24 prill dolëm para qytetarëve, më falni, 8 maj, dolëm para qytetarëve edhe thamë e sjellim ndryshimin, apo? Kështu ishte. Ne fillom si aleancë. Ndodhi apo nuk ndodhi ndryshimi? Ndryshimi ndodhi, edhe mirë që ndodhi që BDI-a shkoi në opozit, por ai ndryshim ishte vetëm një floskull në të cilën ne besuam të gjithë që ishim pjesë e asaj, edhe unë një prej atyre, dhe tash ai ndryshim është shndruar në një zhgënjim total. Jo që ne jemi tash në opozit, se me zorë s'na qiti asnjë në opozit, vetë dolim në opozit, po pyetni njerëzit që punojnë në institucione dhe në përgjithësi anketimet, a janë të kënaqur posaçërisht shqiptarët me këtë lloj ose tip qeverisje. Unë ju garantoj se një përqindje e lartë, nuk e them mbi gjysmën, shumë më shumë se gjysma, absolutisht janë të zhgënjur. Fatkeqësisht ndryshimi që e premtonim u shndrua në një zhgënjim total. Mirë, është relativisht në duhet të jemi realisht, është edhe periudhë e shkurtër për... Një vjet e gjysmë, edhe pak gjysmë mandati, po. Zoti Teravari, ju përmendet të rrugtimin drejt Bashkimit Evropian. A mendoni edhe ju si Ali Ahmeti se në Tetov, Struge, Çajër, kryetarët nuk mund të zgjidhen me votat e komunitetit tjetër, një, dhe dy, a mendoni se është në frymën e marrëveshjes së Ohrit paraqitja e Ali Ahmetit, deklarata e Ali Ahmetit e tipit se në rast se nuk lëshohet nga burgu Hashim Thaçi, ish kryeministri kosovar, do të ketë stabilitet apo shpërthim emocionesh që pak a shumë aludonte në destabilitet në Kosovë, po i njëjti shpërthim emocionesh mund të ndodhë në këtë kontekst edhe në Maqedoni. A janë këto, ajo e para dhe kjo e dyta në frymën e rrugtimit të marrëveshjes të Bashkimit Ali Ahmetin e thirrni një ditë në emision Ali Ahmetin. Jo, po ju jeni pjesë AKI-s. Ne jemi ne bashkëpunojmë. Po, megjithëse keni paralajmëruar se bashkë do jeni deri në zgjedhje. Jo, kemi paralajmëruar se bashkë do jemi derisa të hapen negociatat dhe derisa ajo të arrijë me një fazë të zhvilluar. Për negociatat me Bashkimin Evropian. Domethënë unë shpresoj, jam i sigurt se Maqedonia së bashku me Shqipërinë dhe Malin e Zi 2030 duhet të jenë anëtare të plotfuqishme të Bashkimit Evropian së bashku me Ukrainën dhe me Moldavinë. Këto janë prognozat e mia deri tash. Unë vazhdoj të mendoj se në komunat urbane, ku janë shumicë shqiptare, absolutisht që aty vendosën qytetari. Edhe në komunat urbane, ku ka etni të ndryshme, përsëri duhet votat e gjithëve për të zgjedhur kryetar komune. Bile unë personalisht unë edhe 2017, sepse 2017 në Mostivar, zgjedhjet lokale, ishte Nevzat Bejta, kandidati përbashkët i BDI-s dhe LSDM-s, prej rundit parë. LSDM-ja nuk ishte kandidat. Unë në rundin e dytë kam kërku përkraje prej VMRO-s, VMRO-DPMN-s, por në asnjë moment jo i kushtzuam. Jo se këtë duhet, atë duhet. 2021 njësoj kemi pas koalicionim para zgjedhor lokal në Aleansa për Shqiptarët me VMRO-DPMN. Edhe mandatin e dytë si kryetar komune kemi fitu me ndihmën e VMRO-s me 5700 vota diferencë. VMRO-ja mund të ketë gostivar
3.000, 3.500, 4.000 vota që mund t'jep një shqiptari. S'ka pas fshat shqiptar në Gostivar ku s'kemi fitu vetë. Por nuk kemi qenë të kushtëzum. Edhe unë vazhdoj të mendojmë se neve na duhen në komunat urbane, edhe në Tetov, edhe në Çajir, edhe në Gostivar, edhe në Dibër, edhe në Kërçov, edhe në Strup, patjetër na duhen votat e të gjitha etnive, jo vetëm Maqedonas, edhe turqve, edhe romëve, edhe vlekëve. Do thonë këtu s'pajtojnë me deklaratën e Ali Ahmetit. Unë e tregoj qëndrimin tim, edhe kështu e bëjmë fushat takojmë grupe të ndryshme, prej etnive të ndryshme, po edhe grupe të interesit të ndryshëm, sepse kryetari komunës, ku do qoftë që zgjidhet, nesër është kryetari komunës i të gjithë qytetarëve, pavarësisht etnis apo përkatësisë fetare. Dhe këtë qëndrim çdo herë kam mbajt dhe vazhdoj ta mbaj, po mendoj se fillimi dhe mbarimi i negociatave me Bashkimin Evropian do të jetë një trigger i jashtëzakonshëm për Maqedoninë, për siguri, se mund të vinë shumë kompani të investojnë në Maqedoni, atëherë ka një farë sigurie si shtet, për decentralizim të mirëfillt, fiskal. Do me thëmë, komunat funksionojnë ashtu si duhet. Unë çdo herë kam thënë, neve nuk na duhet diçka e re ta zbulojmë. Mund të implementojmë Kushtetutën e 1974 të SFRJ-s, të Republikës Socialiste Federative të Kosovës, RSFJ-s. Kështu që atëherë komunat, kryetari komunës e ka emëruar kryetarin e gjykatës, kryetari komunës e ka emëruar drejtorin e spitalit, kryetari komunës e ka emëruar shefin e policisë, kryetari komunës ka bërë investime serioze. Dhe ne tash patjetër e kemi që dal nga dal t'i kthehemi një formule që ka funksionuar. Një decentralizimit mirëfillt fiskal. Në qoftë se jemi antare e plotfuqishme, kjo do të jetë domosdoshmëri, se Maqedonia është shteti më i centralizuar jo në rajon. Jo e dini Shqipëri edhe në Kosovë, po edhe Bullgarinë e dim se komunat kanë kompetenca shumë më shumë se sa në Maqedoni. A jeni dakord se vetëm agenda e Gjelbert ishte e pazgjidhur ndër shqiptarët në Maqedoni? Absolutisht jo, mendoj se kemi plot probleme. Ishte deklarimi i BDI-s për këtë agendu përcaktuar, megjithëse kishte edhe një deklarat në këtë kontekst, një deklarat shumë interesante e cilën mbajnë mend se u përmbyll implementimi, zbatimi i marrëveshjes së Ohrid dhe çështja shqiptare e zgjedh. Është diçka prandaj në këtë kontekst asnjëherë nuk e kam thënë atë, edhe vazhdoj të them se jo, nuk thash absolutisht se asnjëherë se kemi thënë, bile mendojmë se kërkova mendimin tuaj. Plot probleme të pazgjedhura. Por për këto probleme ne duhet gjejmë mënyrë sistemore për mos me u përsërit. Tash ne vinë një pushtet, arrin një situatë mirë, për shembull Kovacevski Ahmeti arritën gjysmën e qeverisë, që ishte edhe ajo jo normale. Unë si shqiptar duhet të jenë më shumë se gjysma, por realisht duhet të reflekton numrin ose përqindjen e popullatës, aq edhe ministra, edhe normal janë 5, 6, 7, 8 ministra shqiptarë të ketë. U tepru, çdo herë kur teprohet diçka krijon frustrim këtë tjerit. Edhe tash ajo që u tepru 2 vitet e fundit të qeverisjes Kovacevski Ahmeti, tash e kam përshtypjen dhe ja kam thënë këtë edhe kryeministri Mickovski se ju kretat mlefin që e kishit për BDI-n, ju jeni duke e nxjerr ndaj vlenit, jeni duke bërë kësh ndaj vlenit, duke marrë kompetenca ministrave, duke shkurtuar buxhetin, duke pamundësuar që të kenë kompetenca të plota drejtorët zavendës ministrat e ministrat. Në këtë mënyrë i kam thënë më mirë ta mirëshe BDI-n, në qeverinja 1 vjet e gjys, ta kishe trajtu si vlenin, edhe tash do ta kishe zhbërë total BDI-n. Kështu ke mund ta zhbësh, kështu që unë mendoj se kemi gjëra të cilat duhet tulemi dhe ta bëjmë një marrëveshje të re historike. Unë mendoj se shqiptarët edhe maqedonasit si 90% të popullatës në Maqedoni, edhe pse tash është situatë them kështu para zgjedhjeve, mbas zgjedhjeve, mos vije puna, po menjëherë sa të fillojmë negociatat, unë mendoj se shqiptarëve dhe maqedonasve në Maqedoni ju duhet një marrëveshje e re historike, në të cilat do t'i vendosin raportet gjithnjë të jenë funksionale dhe mos varen se kush është në pushtet dhe kush është në opozitë. Kur e përmendet doktor, kur e përmendet marrëveshjen historike, është një gjë që ka filluar diku e solli këto Arber Xhaferi në vitet 93-4. Po ka shumë gjëra, fjala bie të vitit 91, që kanë qenë pjesë e platformave të partive politike që kanë të bëjnë me interesin vital kombëtar të shqiptarëve këtu. Edhe
Po ti shikosh në esencë, të njëjta ty ke sot aktuali. Fjala vije një ndër desha këtu dal. Një ndër ato zotimet tuaja para dhe gjatë fushatës për zgjedhjet parlamentare ka qenë heqja e formulimit ofendus kushtetues 20% për shqiptarët. Mendoni se keni bërë atë që është dashur gjatë asaj pjese e periudhës kohore që ishit në qeveri, sepse ka edhe diçka tjetër. Kishte një pyetje, duket një gazetari që i parashtroi Bujar Osmanit, edhe ndërlidhi me kushtëzimin sepse ishte ministri i punëve të jashtme, me kushtëzimin e negociatave me Bullgarinë për heqjen e 20% këtu dhe prandaj e shtrova sepse ai përgjigja atij ishte e çuditshme në ato momente. Nuk është tani koha. Këtu desha të ndërlidhem se kjo është pjesë kërkesë e vitit 91 dhe tani 34 vite mbrapa ti të thuash se nuk është tani koha. Për mua ishte çuditshme. Për një emision për të qenë më i shqetësueshëm çdo herë duhet diçka ekskluzive. Ja unë u a them ekskluziv. Do të më jepni një ekskluzivitet. Jo, unë mendova se diçka tjetër. Duhet ta konfirmoni, unë besoj se ish partnerët e Vlenit do ta konfirmojnë nëse janë pak korrekt. Një, marrëveshja që na i dërgoi mbasi ulëm me VMRO dhe PMN, pika e 4 ishte Bashkimi Evropian. Ishte lufta me krimin, korrupsion, zhvillimi ekonomik. Unë kam kërku në mënyrë ultimative që ajo të jetë pika e parë. Bashkimi Evropian. Tema e fillimit të negociatave duhet të jetë pika e parë në marrëveshjen tonë. Dhe për gjysmore një orë, VMRO na dërgoi si e pranuar që pika e parë e marrëveshjes mes Vlenit dhe VMRO-s, para se ta formojmë qeverinë në 23 qershor është formuar qeveria. Domethënë ekskluzive. Puna e dytë, punën e 20% tash në qoftë se janë pak korrekt partnerët e koalicionit, dikundi para vitit 3, unë edhe këtë çështje kam hap me kryeministrin. Edhe aty kanë qenë gjithë kryetarët e Vlenit. Kam thënë që në qoftë se kryeministri ishte i interesuar për stemën, i kam thënë që mirë dhe ishte që ta mendojmë edhe, jo ta mendojmë, po ta heqim 20%. E kemi bisedu edhe insistimi im ka qenë kjo, edhe do qëndronte deri në fund. Por, vitin e kaluar, unë kam thënë në zgjedhjet prezidenciale, vetëm një gjë më brengos. Kam thënë që nuk dua të na përsëritet 2008 a Bukureshti. Këtë mund të hapni çdo emision, çdo kund e kam thënë. E keni fjalën 2008 samitin e NATO-s? Samitin e NATO-s Bukuresht, kur Shqipëria dhe Kroacia u bën anëtare të plotfuqishme. Branko Crvenkovski dhe Nikola Gruevski u kthyn në Maqedoni se shpallim zgjedhjet, edhe më njëherë mbas asaj i fillojmë negociatat edhe i mbarojmë me NATO-n. Na duheshte 2018, 10 vite të plota për të bë anëtare plotfuqishme e NATO-s Maqedonia. Me marrëveshjen e Prespës, me referendumat, me krejt. Tash, me Shqipërinë ishim paralelisht dhe me Malinezi, në këto rrethana gjeostrategjike, politike, dhe në këto rrethana them kështu rajonale, dhe me këtë që ndodh në Ukrainë dhe në Rusi, them edhe presioni që i bëhet Bashkimit Evropian që Ukraina dhe Moldavia të bëhen anëtare e Bashkimit Evropian, është momenti jashtëzakonshëm që Maqedonia së bashku me Shqipërinë dhe Malinezi 2030 të bëhet anëtare e plotfuqishme. Dhe ne si shqiptar duhet ta ndihmojmë këtë proces. Unë i kuptoj bashkëqytetarët Maqedonas, se kanë frustrime, se vërtet kanë pas presione të jashtëzakonshme këto 35 vjet, ndroje flamurin, ndroje emrin, ndroje himnin, ndroje këtë, dhe çdo gjë kanë pranuar, por tash Maqedonisi duhet vetëm një garancë se nuk do ketë kusht tjetër. A për ne shqiptarët është jetike dhe e domosdoshme që ne mos na hike ky tren. Që 2030 ne të bëhemi anëtare. Dhe këtë proces mund të ndihmojnë vetëm shqiptarët krejt bashkë. Unë edhe në fushat, shpesh e kam thënë këtë fushat. A shifni kështu vërim disponimit e shqiptarët për të qenë bashkë në këtë kontekst? Unë, se kam thënë dikundi, po e përsëris këtu, t'jem korrekt deri në fund. Albin Kurti na ka ndihmu, na ka facilitu në formësimin e Vlenit. Në takimet e para, Albin Kurti, kryeministri i Kosovës, ka insistu, a mundeni krejt partit jeni bashkë. Në tonë, 2-3 orë ka insistu të ne që ishim pas një formacioni Vlen.
kryeministri Rama njëjtën e ka insistu. A mundeni krejt bojnë në këtë periudhë, derisa të bëhet, të fillojnë negociatat. Mandej çfarë doni boni? Ndajeni në parti, vazhdoni, bashkoheni, ndajeni. Në një takim që e kemi pas në janar, në hotel e këtu në Hilton, në qoftë se zgaboj, në Shkup, kishte një summit, ishin aty edhe të dy kryeministrat, edhe Rama edhe Kurti, ulën bashkë. Insistimi i të dy kryeministrave ka qenë që a mundeni krejt bëheni bashkë. Ato mendoni se nuk kanë pasur informacion se s'mund të bashkohen Shifni, subjektit politik shqiptar? Kishte tendenca jashtë vullnetit, po flasë deklarativ. A mund të ndihmojmë? Domethënë prej çdo kujt prej nesh, edhe atër unë ende s'kisha dalë prej qeverisë, flas janar 2024. Ishte periudha kur Ali Ahmeti thoshte nuk ule me hora? Ma para ka thonë me hora. Edhe unë e kom pyet zotri Ahmetin atër, a je i gatshëm krejt bëhemi bashkë? Cila ishte përgjigjja e tij? Provoje, doktor. E kishte provuar ai gjatë 24 viteve. Unë e ati. Mu ma ka përcjell këtë, edhe unë va kom përcjell, këtë e din edhe Bilali edhe Izeti, va kam përcjell, edhe Afrim Gashi. Shif, ka një ofertë, mund tjetë e reshme, mund tjetë me qëllimet lloj-llojshme, po ai më ka thënë provoj, doktor Amundesh. Është çështje tjetër, megjithatë. Su bë ajo. Unë tash e them këto zgjedhje të mbarojmë, se shoh se duhet të jenë fair, demokratike, s'duhet ta shajmë dhe ta ofendojmë njëri tjetrin se 20 tetor vazhdon jeta. Për rundin e dytë, 2 nëntor, 3 nëntor të vazhdojë jeta, ne duhet të ulemi përsëri ta shohim njëri tjetrin, bisedojmë. Unë do të insistoj, unë e di si do jetë rezultati lart poshtë, mbas asaj do mbeten do fragmente prej Vlenit që janë komplet të kontrolluar prej VMRO dhe PMNS, fatkeqësisht. Cilët për shembull? Po nuk i them me emra, po koha do t'i tregon. Dhe ka një pjesë e shëndosh e Vlenit që dal nga dal duhet të ulemi mbas zgjedhjeve, ta bëjmë një strategji, a mundemi zgjedhjet parlamentare kur do qoftë mbahen. Dikush thot mbas 1 vjeç, mbas 2 vjeç, mbas 2 vjet e gjysmë janë treguta. Edhe pse unë jam i sigurt se zgjedhjet të imponohen ka prilli maj për shkak të presioneve që do të ketë prej faktorit ndërkombëtar kryeministri. Ai nuk do t'i bëjë ndryshimet kushtetuese me këtë mandat, do t'i duhet një mandat i ri për ta marrë besimin prej qytetarëve, për t'i bërë ndryshimet kushtetuese dhe për t'i mbaruar negociatat deri në fund të mandatit të tij. Po, në atë periudhë, mbas zgjedhjeve lokale, edhe publikisht i kam thirrur Vlenit janë vllaznit tonë. Kështu që nuk them se krejt janë të këqije, dhe këndej ka të këqije të mirë, edhe andej ka, por nëse kemi pak ndërgjegje dhe vetdije, ne duhet ta mendojmë edhe këtë opsion. Hajde, ulemi, i fillojmë dhe i mbarojmë negociatat bashk, çdo kush rrugë vetë. Edhe kjo ne si shqiptar në këtë mënyrë do t'i ndihmojmë shumë edhe kryeministit. Edhe ai do thoshte si e bëj qeverin kur kredion bashkë këto. Edhe ai do kishte arsyetim para elektoratit të vet, edhe vendi do kishte nevojë për një qeveri stabile 2-3 vjet, se unë shpresoj se Shqipëri nuk do ta linë Ukraina, Moldovia, Malizi dhe Shqipëria ndahen prej Maqedonisë. Them, geostrategjia do ta shtyjë. Pak, unë mendoj se këto 5 shtete 2030 do të jenë anëtare të plotfuqishme të Bashkimit Evropian. Këtë si e shoh unë dhe informatat që i marr prej përfaqësuesve ndërkombëtar. Se këtu e keni pas në deklarat atje ke vitin e kaluar se kështu më thash që u ambajnë mend se do të fillojnë bisedimet e Maqedonisë me Bashkimin Evropian, do të çelen deri në fund të vitit atë sheshte. Po, e vërtet është, jo une. Ka dal Arben Fetai, e ka thënë deri në fund vitit i hapim. Ka dal Izet Mexhiti, ka thënë deri në fund vitit i hapim. Për 6 muaj. Ka dal Afrim Gashi, e ka thënë të njëjtën. Ka dal Bilali, e ka thënë të njëjtën. Edhe unë e kam thënë disa herë, se kemi pas një farë garancie prej kryeministrit, se ajo është kryetari i partisë më të madhe tash, zdeshëm, na pëlqen. Ai ka votat, numrat, pa të zbohen ndryshimet kushtetuese. Edhe kishte premtim që për 6 muaj e gjejmë një modalitet, një modus që maqedonasit ndjehen sigurt, se nuk do ketë kushtzime tjera, prandaj kemi dalë publikisht edhe unë kam dalë për 6 muaj. U bon 1 vjet,
para se të bëhen një vjet, unë kam pas do takime me përfaqësues të faktorit ndërkombëtar dhe më shton se 15 maj vijet këtu do vim përfaqësues të Bashkimit Evropian dhe do të dërgoj një porosi të fuqishme. Dhe e dërguan. Unë 15 maj e kam dhënë dorëheqjen prej Ministrit të Shëndetësisë. Domethënë, porosit prej Bashkimit Evropian ishin shumë kritike. Mos flas për rezolutën të cilën e dha Bashkimi Evropian për ndikimin e botës serbe, që jo vetëm shqiptarëve, po saçërisht shqiptarëve, po edhe maqedonasve, për maqedonisë nuk është mirë të hynë në lojrat e pistat të Serbisë. Doktor, përmendet pak më parë pjesën e parë të vitit të ardhshëm dhe mundësinë për zgjedhjet e parakohshme. Nëse ndodhin zgjedhjet, po supozoj, zgjedhjet e parakohshme, dhe prap tek bloku politik Maqedonas, Mickovski do të Padyshim me këtë si duket, padyshim. Me albanofobin do të uleni prap për të formuar qeveri? Jo, unë thash se mirë do të ishte. Me ironike po them se kam dëgjuar te AKI-ja këtë albanofob, anti-shqiptar kështu. Prandaj po them për ju personalisht. Unë e them zotri Mickovski është tjetër njeri mbas kamerave, që është super korrekt, profesor universitar dhe njeri që është inteligent, nuk është njeri që si dim punët. Po në paraqitjet publike? Paraqitjet publike është komplet tjetër njeri, sikur nuk është ai që e njeh. Si është kjo, sipas juve, e komplet tjetër? Unë e shoh komplet. Ai udhëtitet në bazë të anketave. Në qoftë se në bazë të anketave jo, mendoj në raportin kanë shqiptar. Populist, do me thënë ati intereson shaj shqiptarët, del mirë, ke vota plus. Shaj bugarët, ke vota plus. Edhe ai ashtu udhëtitet, po unë mendoj se ne mbas zgjedhjeve lokale, rezultatet do të dalin, veç dijen, kam bet pa përcaktumit vendose, ne duhet bëhemi bashkë shqiptarët. Bashkë. E kemi obligim ndaj shqiptarëve që kanë bet këtu në Maqedoni. Për të facilitu procesin negocius. Për të mundësu edhe për t'ja lehtësu edhe kryeministrit që tote s'kemi opcion. Opcioni i vetëm shqiptar është bashkë kredjan. Mendojnë se duhet ta gjejmë një formulë me Bugarin, t'i fillojmë negociatat dhe bashkë me Shqipërinë dhe Malinezi 2030 spaku të jemi antare plotfuqishme e Bashkimit Evropian. Doktor, një diçka tjetër, fokusin duhet diku tjetër tani të bisedës tonë, për cilën është akuzuar qeveria Vlen, është largimi të punësuarve. Ndërkohë që kemi paraqitjet e atyre publike përfaqësuesve të lartë, domethënë leadershipit të Vlenit, i cili thotë se leta gjeje BDI-ja, kështu pak a shumë tekstualisht, leta gjeje BDI-ja një vit kur ka patur më tepër punësime në krahasim me këtë vitin. Sa shqiptar duhet të jemi të sinqert, edhe Vleni e din se sa herë ne kemi fol mes nesh se nuk o puna mirë. Jon të largu plot, hapen konkurse ne si dim. E keni kështu dona? Po unë e di numrin për afërsisht, sa është 12.000 njerëz merrnin numrat prej entit shtetëror të statistikave. Shumë e thjeshtë. Qershor 2024, shtator 2025. Merrni analizoni për afërsisht numri të punësuarve është rritur për 12.000. Për afërsisht. Mund të jetë plus minus 100, jo më shumë, jo më pak. Pre atyre nuk janë mbi 1.100 shqiptarë. Në afër 10-11.000 në Maqedonas. Fatkeqësisht, balansusin ne e kemi arsyetu, po kemi qenë për ta e balansusin. Por, gjykata kushtetuese solli vendim. S'ke çfarë bën, ne me kryeministrin me njerë urgjentisht kemi kërku takim. Une edhe Izeti kemi insistu sa ma shpejt ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Dhe si çdo gjë në atë qeveri ku isha unë, në këtë qeveri, ishte e bëjmë këtë gjaf, atë gjaf, që një grup, jo një grup të tashtëm edhe një njeri, znami se ka dit, a edhe një ekspert edhe 2, u bën 7-8 muj, mo dilshim ne prej qeverie, 15 maj ne dolem prej qeverie, ato ligjin e lishun në Komisionin e Venedikut, dikundi nga fillimi qershorit. Do me thonë, duheshte bëhet presion, a neve në u premtu se në tetor ose në nëntor të vitit 2024, ligjin e kalojmë. Kretë ajo hapësira 9-10 muaj u keq përdor
dhe nuk janë informatat, ka plot informata, edhe ato edhin drejtor ku i kanë vlenit, i kanë punësu që ato pa vullnetin e atyre. Shumica ose pjesa dërmuese Maqedon, edhe shumë pak shqiptar, dhe ky është fakti pa mohushëm. Unë habitem, si nuk turpnohen disa, dalin thotë shëndetësi kemi punësu 2500 vetë. Thjesht, tirni ministrin e shëndetësisë, thoni, a mund na tregoni tamam spitalet ku janë ato 2500 vetë. Jo 2500, në qoftë se ka dhënë 500 shqiptarëve vendime, le tregon ku i ka dhënë 500 shqiptarëve. Do t'ja kërkojmë sinqerisht. Unë do t'i kërkoj falje publike në vendime, jo kontrata se i ka vazhdu. Ne i kemi vazhdu kontrata deri 31 dhjetor, unë kur isha ministër. Vendime thuj, o ministër, jo 2500. A mund të mi tregojsh 500? Në qoftë se thot mbas zgjedhjeve, atë film e di. Se neve na premtoheshte prej Ministrisë Finansave në dhjetor, janar, shkurt, mars, prill, u bo maj, askundi punësimet. Jo 2500. 500 le t'i tregon, përveç specializantëve që e hecën punën ne, specializantët privat, aty janë dikundi 75 shqiptar, prej 300. Le t'urdhnon, le t'tregon shumë lebe, në Tetov vendim kanë marrë 50, në Gostivar 30, le t'i numroj, nuk them 2500, njët 5 e atyre, 500, unë do t'i kërkoj falje publike Aziraliu, do të them falë, minister, ti ke drejt, unë kom gënyu në emision. Doktor, po i kthejme stadiumit të zgjedhjeve, aty ku e filluam me misionin se jemi diku ka fundi, cila është e veçanta e kandidatëve tuaj për krye komunarëve, bartësve të listës apo këshilltarëve? Cila është e veçanta në kuptimin e ofertës për qytetarët? Aleanca për shqiptarët kanë kandidu 4 kandidatë për kryetar komunash. Unë mendoj se janë njerëz me integritet, profesionist, të ndershëm dhe përveç Isenit, i cili garon për streti herë në komunën e Vrapçishtit, të 3 janë kandidatë të ri, praktikisht gjenerata e re e politikanëve të Aleancës për shqiptarët. Plerant Ramadani, një fytyrë pozitive, i Shkupit, i Sarajit, i cili konkuron për Sarajin dhe në bazë të gjitha anketave është 2-1 në raport me kundër kandidatin e vet. Një figurë politike që premton shumë dhe besoj se Bleranti do të jetë kryetari i ardhshëm i Sarajit. Në Gostivar një figurë shumë pozitive, Valbon Limani, i cili për 15 muaj ishte kryetar komune ushtrues detyre në vendin tim dhe ka bërë rezultate shumë më shumë se sa une për 2 vjet e gjysmë në mandatin e dytë. Dhe me krenarit plot them se Valboni është shumë më i mirë se unë, edhe anketat tregojnë se të 2 kandidatët kundër kandidatët bashkë janë në raport 1-3 me Valbonin. Do të thonë, besoj se në 10 tetor do të verifikohet ky rezultat, po ta presim qytetarit të foli fundit. Nazim Taipi, një biznismen i suksesshëm që punon edhe në Zvicër, është shkolluar me shkollën e mesme dhe fakultetin e Zvicër dhe ka vendos si rrallë kush prej mërgjimtarëve të kthehet në vend, të investon dhe tash e kërkon besimin e qytetarëve. Besoj kryetari i ardhshëm i të Arësës, edhe Isen Shabani për 8 vjet ka shërbyer në komunën e Vrapçishtit, e kërkon besimin për mandatin e tretë, ka përkrahje për të gjitha etnive që jetojnë atje dhe besoj se edhe Iseni në 19 tetor do ta shpall fitoren, besoj të madhe në komunën e Vrapçishtit. Këto janë kandidaturat që janë kandidaturat të Aleancës për shqiptarët. Shumë pëlqen realisht një kandidaturë në Tetov, edhe publikisht i kam thënë zotri Ahmetit. Këto janë figurat që, si Bajram Rexhepi, këto janë figurat që duhet të jenë reforma në Bashkimin Demokratik për Integrim. Unë se kam njëft, s'kam pas rast me Bajram Rexhepin të njëfem. Kemi komunikuar ku ka qenë drejtori një ndërmarrjes Nomagas në qoftë se zgaboj, dhe si ishte perceptimi im për BDI, mendoj se ky nuk mund të jetë njeri i BDI, se mundoheshte me çdo kush të ndihmon komunës së Gostivarit. Kjo është 2018-19, dhe kur më treguan se është nënkryetar u habita i BDI-s, dhe më duket figurë jashtëzakonisht pozitive, dhe në qoftë se BDI arrin të instalon edhe 5 deri 10 figura si Bajram Rexhepi, unë mendoj se është sinjal i vërtet për reforma të mirëfillta brenda BDI-s.
Pse nuk kandiduat për kreun e komunës Gosivarit, sepse kishte zëra se kryetar, leadershipi i partive politike që janë pjesë e AKI-s, po tërhiqet në momentin e fundit nga shka. Asnjëherë, 2017 unë isha ministri i shëndetësisë. Ju e dini Zaevi dilte publikisht thotë Albani duhet të vazhdojë ministri i shëndetësisë. Brenda parti vendosën a mundesh ti të shkosh. Isha ministri i shëndetësisë. Unë e lash ministrin për shëndetësi, u ktheva në komunë Gostivarit e fituam Gostivarin. Ishim parti relativisht e re, zgjedhjet e para lokale që dilshin. Fatmirësisht fituam Gostivarin, vrapçishtin Bogovinën, prej aty u katapultum si parti. 2021-shin as pak s'kam desh të kandidoj. Edhe këtë kam thënë publikisht mandatin e dytë, se mandatin e parë, se nuk dua mandat të dytë për kryetar komune. Nuk e shok veten. Mandatin e parë e dhash maksimumin. Kishte besueshmëri të jashtëzakonshme te qytetarët. Partia ishte në krizë mbas zgjedhjeve parlamentare 2020-ën, vendose edhe një herë të kandidoj, po çdo herë mandati i dytë të harxhon mandati i parë, mandati i dytë je i harxhum. Aty u paraqitet një figurë si shefi kabinetit Valboni, i cili mund të them se e ka udhëheq komunën 90% punëve e komunës, dhe tash unë me qëllim jam të rek në ministër të shëndetësisë që t'i lej hapësirë Valbonit dal nga dal, ta zhvillojë ekipin e vet, t'i realizon plot projekte që i ka realizu, edhe ishte e turpshme mandati 3-4, unë nuk e shoh për vete. Unë isha fundit ministri i shëndetësisë, mundesha 3 edhe ministër të vazhdoj, hiç mos dalim prej qeverie. Po nuk asnjëherë s'kam thënë askundi se unë kandidoj për mandat 3. Për mua personalisht jam i konzumuar për kryetar komune. Pse mos i lejmë hapësirë një njeriu që ka shkatësi, ka predispozita, ka kredibilitet, pse ta zem çdo herë unë t'jem. Kishte propaganda prej Vlenit se Taravari ka dalë prej qeverie që të bëhet kryetar komune, jo be Taravari e fiton Gostivarin edhe me kandidat tjetër. Nuk ka patjetër vetë tjetër. Kishte propaganda se Arbeni nuk mund të rije pa pushtet, jave ri pa pushtet, edhe vazhdoj të jem pa pushtet, edhe nesër nëse jemi pjesë e qeverisë, përsëri nuk e kam në plan të marr pozicion politik, sepse mendoj se duhet të mirem më shumë me partinë, sesa pozicione duhet t'ju japim figurave të reja në partia, kemi plot mirë që duhet t'u japim hapësirë që të zhvillohen ashtu si duhet. Misioni im i fundit në partinë politike është që të ngrej një gjenerat 3 politikanësh sikur Valboni, sikur Nazimi, sikur Bleranti, sikur Nedimi Zairi, kemi një djalosh fantastik në komunën e Bogovinës, e plot figura tjera në nivel republikan, të cilat vërtet meritojnë që t'u jepet hapësirë dhe dal nga dal shihet si ekipa e ardhshme e Aleancës për Shqiptarët. Doktor, unë kaq kishe përgatitur, nëse eventualisht diçka keni për të shtuar në fund lirisht. Faleminderit për mundësinë. Kënaqësia ishte jona. Faleminderit.